Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshqive, të bëj një mesazh për ju dhe është kulla. Kulla është një nga më të fuqishmet dhe më të rënditësit nga letrat në tarot. Jo për të frikësuar, por për të çliruar me forcën nga çdo iluzion të dashur peshqi, pritje apo realiteti rem që të ka mbajtur peng. Gjithçka tani në kuptimin mund të jetë dashuri, jo gjithë jeta juaj, të mos keq kuptohemi. Në dashuri, në punë, në familje, diçka me veten e juaj, atë që keni ndërtuar mbi frikë, gënjeshtër, vetë sakrifikim, të shëmbët. Asnjëherë të dashur peshqi për t'ju ndëshkuar, po për t'ju çliruar. Po të hiqet diçka nga jeta, po largohet, është sepse nuk ishte e ndërtuar mbi të vërtetën. Po thyhet një strukturë që s'po të mbante më, themele të dobta me bazament jo të shëndetshëm, lidhje toksike, ku di unë, gjërat e tilla. Leri copat të bien, sepse ti nuk je ajo që po rënohet. Ti je ajo apo i që do të ngrihet pasaj. Pra të dashur peshqi, mos të fto për të mbajtur gjallë diçka që po shëmbet vetë. Në një situatë, lidhje apo projekt po përfundon befas. Mos e shih si humbje, por si zbulim. Mos e shih si dënim, por si bekim. Kulla po shembet pra dhe kjo është gjëja më e mirë që mund të ndodhte. Kur bie ajo që nuk ishte ndërtuar mbi të vërtetën, hapet rruga të dashur peshqi për jetën që meriton me të vërtetë. Dhe për këtë ju përgëzoj.